Partia Demokratike dhe Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore kanë prezantuar sot programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit në një aktivitet të mbajtur në Pallatin e Kongreseve. Takimi nisi në një atmosferë të ngrohtë mes demokratëve, ku prezantuan objektivat elektorale në të 12 qarqet dhe diasporën. I pranishëm në krah të Sali Berishës ishte dhe strategu amerikan i fushatës, Chris Lasivita, i cili në një fjalim të shkurtër theksoi se kjo është një fushatë për të rikthyer vlerat konservatore në qeverisje dhe quajti Berishën një mik të vërtetë të familjes shqiptare, në kontrast me atë që e cilësoi si një qeverisje të dështuar të Edi Ramës. We all know that in the last 12 years Ne dim se 12 vjeçari Edi Ramës ka qenë një zhgënjim i vërtet. Ka qenë një dështim i vërtet i një udhëheqje të qëndrueshme dhe i familjeve shqiptare. Por ne kemi doktor Berishën, një mik të vërtet i familjeve shqiptare. He has a real program. Ai ka një plan të vërtet për të ulur kostot e familjeve shqiptare, si dhe një program konservator, njësoj si atë të presidentit Reagan dhe Donald Trump. Një plan të vërtet për të rinjt shqiptar dhe për të ardhmen. Pikërisht, ky është qëllimi i kësaj fushate. Dhe pikërisht është ky dallimi mes një udhëheqje të qëndrueshme të atë të doktor Berishës dhe të një udhëheqje në fshehje të asaj të Partisë Socialiste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij ka shpjeguar se projekti i Partisë Demokratike është një mundësi e jashtëzakonshme për Shqipërinë, duke theksuar se është më i miri që vendi ka parë gjatë 34 viteve të fundit. Ky kuvend është një rëndësie historike jo vetëm për Partinë Demokratike dhe aleat të saj, por ky kuvend është një rëndësie historike për Shqipërinë, për shqiptarë, për transformimin e saj, për dekadat që vijnë. Ndaj dhe një herë shumë mirënjohje për ju, shpresës, festën e optimizmit, festën e dignitetit, festën e cila është e gjithë energjia e fitores së 11 majit. Sot ne jemi mbledhur këtu për të prezantuar një projekt që në 34 vite Shqipëria nuk e ka patur kur ndonjëherë. Një projekt aq i mirë sa dhe Partia Socialiste, që qeverisi 12 vjet me mashtrim e vjedhje, u kthye, ta vlerësoi, ta vjedh dhe ta kopjoi. Ndonse kundërshtar politik Edi Rama e pranoi se nuk ka projekt, apo më mirë të themi projekti i tij është vetëm dora për të vjedhur. Po miqtë e mi, kopja mbetet kopje shëmtuar.